Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Kërkesa shëbaz për hapat konkret nga qeveria në detyrë për uljen e tensioneve për rifillimin e dialogut strategjik është vlerësuar shqetësuese nga diplomatët e Kosovës. Ata thonë se qytetarët duhet ta kuptojnë drejt shqetësimin e aleatëve të Kosovës. Pavarësisht një reagimit të qartë nga ambasada e SHBA-s në Kosovë dhënë përmes një përgjigje për radio televizionin 21, se nuk mund të ketë dialog strategjik me qeverinë kujdestare, pa ndërmarrjen e hapave konkret për bashkëpunim dhe ulje të tensioneve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vlerësuar se marrëdhëniet Kosovë-SHBA janë të mira dhe sipas tij është normale që dy shtetet të kenë mospajtime, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me veriun. Ambasadori i karrierës Albert Prenga i tha se qytetarët duhet të i kuptojnë qartë mesazhet e SHBA-s, se ata duan një qeveri jo konfliktuoze. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe shtetet tjera, janë mësuar dhe ne, publiku i Kosovës, jemi mësuar me eufemizmat e zotit Kurti dhe të idhëtarëve të tij. Është momenti i fundit që publiku i Kosovës ta kuptoj mesazhet të cilat vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat vinë në mënyrë kohë pas kohshme, por të rregullt, pra si nga departamenti i shtetit i cili përmend vijat e kuqe me emrin dhe mbiemrin caktuar që është Albin Kurti, me Komitetin për Politikë të Jashtme, i cili pohon çështje problematike që e kanë me zotin Kurti, dhe tash reagimi i fundit i ambasadës i cili kërkon deeskalim, bashkëpunim, në mënyrë që të rikthehet dialogu strategjik. Ambasadori Prenga i vlerëson se faktori ndërkombëtar ka një shqetësim shumë serioz, për shkak se sipas tyre veprimet e zyrtarëve të vetëvendosjes po e dëmtojnë bazamentin e shtetit. Pra reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të ambasadave tjera dhe kancelarive tjera, pra siç është Gjermania, Franca e të tjera, janë në të njëjtin drejtim, pra kërkojnë të mos preket kushtetutshmëria e Kosovës, të mos preket bazamenti apo themeli i shtetit të Kosovës. Ndërkohë, analistja politike Arta Tahiri kërkon nga Kurti dhe të gjithë politikanët në Kosovë që t'i marrin seriozisht kërkesat e SHBA-s për rifillimin e dialogut të planifikuar strategjik. Kjo sigurisht i ka kushtuar Kosovës, ishte një nisëm shumë pozitive, do thotë me marrëveshja për krimin e këtij plani strategjik. Publikisht kemi disa deklarata, sigurisht nga qeveria në detyrë, e cila thotë që raportet tona janë të qëndrueshme dhe janë raporte do thotë pozitive, ato që ka i thotë kryeministri Kurti, por gjithashtu dhe aktorë të tjerë do thotë politik, por nuk kemi pasur, nuk duhet mohuar, kemi pasur deklarata do thotë nga aktorë të tjerë, do thotë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndryshëm, të cilët do thotë e kanë cilësuar jo shumë fleksibël do thotë bashkëpunimin me zotin Kurtin. Dialogu strategjik SHBA-Kosovë është një format i ngritur i bashkëpunimit midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës në fushat e ndryshme përfshirë sigurinë, ekonominë, sundimin e ligjit dhe investimet amerikane në Kosovë. Ai u pezullua nga SHBA-ja pas masave të qeverisë kundër disa institucioneve paralele serbe në Kosovë, si dhe kritikave ndaj gjykatës kushtetuese. Washingtoni tha se veprimet e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta. Presidenti Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Selinë e Shenjtë, ku do të zhvillojë një sër takimesh. Presidenti Osmani do të pritet në audiencë nga Papa Leoni XIV në Pallatin Apostolik. Po ashtu, presidentja do të zhvillojë takim me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. Gjatë vizitës në Vatikan, presidentja Osmani do të vizitojë edhe bazilikën e Shën Pietrit. Në selinë e misionit të posaçëm të Republikës Kosovës në Selinë e Shenjtë, ndërkaq që presidentja Osmani do të organizojë një pritje të fundvitit me përfaqësues të selisë së shenjtë, përfaqësues diplomatik nga personalitete të tjera. Gjatë kësaj vizite, ajo do të realizojë edhe një sër aktivitetesh të tjera me qëllim të thellimit të raporteve ndërmjet Republikës Kosovës dhe selisë së shenjtë, thuhet në komunikatën e presidencës së Kosovës.
19.256 votues të regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësit diplomatike do të mund të bëjnë këtë më 27 dhjetor në 24 shtete të ndryshme të botës, respektivisht në 23 ambasada dhe 14 konsulata të Republikës Kosovës, bëri të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi tha se ky vendim i KQZ-s mbështetet edhe në vendimet e fundit të Gjykatës Supreme dhe PZAP-it për mundësimin e votimit vetëm në përfaqësit diplomatike të shtetit të Kosovës, por jo edhe hapësira shtesë. E ndonë se ishte paraparë që sot të fillonte votimi me post për rreth 58.000 votues jashtë Kosovës, ky proces nuk nisi. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se mosnisja e këtij procesi ndodhi për shkak se zgjedhjet e parakohshme parlamentare po organizohen në periudhë të shkurtër kohore. E Mërgata u shpreh e zhgënjur me këtë vonesë. Nga 77.085 mërgjimtar të regjistruar si votues jashtë Kosovës, mbi 58.000 prej tyre kanë zgjedhur që për zgjedhjet e 28 dhjetorit të votojnë përmes postës. Por këtë të drejtë të tyre mërgjimtarët nuk do të mund ta ushtrojnë deri javën e ardhshme, ndonse procesi i votimit me postë ishte paraparë të nisë sot. Bashkëadhetari Skënderbek Laiqi, kryetari i lobit shqiptar, thotë se janë të zhgënjur me mosnisjen e këtij procesi me kohë. Ndoshta nuk janë bërë me qëllim, por Mërgata me pret që të kontribuoj diçka për atë dhejun, e ky është një kontribut edhe zgjedhjet janë kontribut për atë dhejun nga Mërgata, dhe mos të fillojnë me kohë, nuk e di a do të ketë mundësi që të arrijnë me kohë, do më thonë me post ato zgjedhjet të cilat do të bëhen nga mërgjimtarët. Faktikisht ne jemi të zhgënjur në këtë drejtim. Shtyrjen e procesit të votimit me post, KQZ-ja e arsyetoi me kohën e shkurtër të organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se janë duke bërë përgatitjet e nevojshme që ky proces të nisë javën e ardhshme. Duke pasur parasysh do thotë që ky është një proces zgjedhor i parakohshëm dhe që organizohet në afate të shkurtra kohore, ka qenë e vështirë që fillimi i procesit do thotë të mundësohet gjatë ditës sotme, ashtu siç është planifikuar nga ana e KQZ-s, por përgatitjet janë duke u bërë që dërgimi i pakove me fletvotime të bëhet në fillim të javës së ardhshme, por gjatë ditës së hënë dhe pastaj shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar përmes postës, në momentin pasi t'i pranojnë këto pako, do të mund të fillojnë procesin e votimit. Në Institutin Demokratik të Kosovës ndërkashton se shtyrja e procesit të votimit me postë do të vonojë më pas kthimin e fletvotimeve në Kosovë. Realisht ka qenë e pritur që çështja dhe në përgjithësi operacioni i votimit jashtë vendit të ketë probleme të kësaj natyre. Në radhë parë është e vërtetë që për shkak të periudhave të shkurtra kohore, e ku fatkeqësisht kontribut për të keq kanë dhënë partitë politike, të cilat kur e kanë miratuar planin operacional, kanë dhënë afatin maksimal të mundshëm që të njëjtat i dërgojnë ta zëm listat e kandidatëve të certifikojnë e të tjera, procesi këto të cilat e ndikojnë pastaj fillimin e votimit jashtë vendit. Së dyti edhe çështja e printimit të fletvotimeve përkatësisht dërgimi i tyre tek votuesit është element i cili ka ndikuar në një zvarritje të tillë dhe që unë besoj do të ketë ndikim negativ në raport me kthimin në kohë të fletvotimeve, sado që KQZ ka ndërmarrë disa hapa në këtë drejtim. Por në KQZ besojnë se ditët në dispozicion për votim me postë janë të mjaftueshme për mërgjimtarët. Ta zëm votuesi që janë në Gjermani, në Zvicër apo në Itali, pakun e tyre me fletvotim nuk ka nevojë që ta dërgojnë në Kosovë, por mund ta dërgojnë në kutim postare që KQZ ka hapur në këto shtete respektive. Besojmë që ditët të cilat do t'i kenë në dispozicion për të dërguar pakon me fletvotim do t'jenë të mjaftueshme që kjo të bëhet në kohë. Përveç votimit me postë, diaspora e regjistruar për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të ketë mundësi të votojë edhe në përfaqësi diplomatike. Për votim në përfaqësi, sipas KQZ-s janë regjistruar mbi 20.000 mërgjimtar. Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit, për rëndësinë e pjesëmarrjes së diasporës në zgjedhje, përfaqësimin e zërit të tyre në Kuvendin e Kosovës, mundësitë që duhet të krijohen afarezëve nga diaspora për të investuar në vendin e tyre të origjinës,
flasim me Isak Nezirin, afarist nga Gjermania. A njihet për angazhimin e tij në diaspor, në angazhimin e protestave, në organizimin në fakt protestave në mbrojtje të krerëve të UÇK-s në Hag, por sfundmi është edhe kandidat për deputet nga Mërgata në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë se ardhët në studion tonë, zoti Neziri. Diaspora vlerësohet si një aset i rëndësishëm i Kosovës që përmes rëmbitancave vazhdimisht e mbështet Kosovën në zhvillimin ekonomik. Diaspora është përgjigjur vazhdimisht Kosovës edhe në organizim kur janë organizuar zgjedhjet, ata vazhdimisht vinë të votojnë edhe fizikisht, por edhe përmes postës dhe mundësive që ju krijon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Realisht, ju keni ardhur nga diaspora, jeni afarist atje, pse duhet të dëgjohet zëri i diasporës edhe në kuvendin e Kosovës? Faleminderit në promocion. Mendoj që ne si afarist, në realitet ne si Mërgat që jemi tash shumë dekada në Evropë, apo jashtë Evropës, pikërisht mendojmë që ka ardhur koha që vërtet e diaspora ose Mërgata në këtë rast të përfaqësohet nga njerëz të vet, për shkak se pozicioni i Mërgatës po ndron, për shkak se kem tash veç gjeneratën e tretë ku fëmijët tanë, rinia jonë vetëm është fuqizuar dhe të ashtojmë në fuqizimin në vendet ku ata jetojnë, në vendet ku ata janë lindë, në Evropë apo jashtë Evropës, që vërtet ti fuqizojmë në vendimarrjet e shtetënore ose shtetet ku janë ata që me kohë te i kanalizojmë, po thamë tash këtë pjesë që truri tyre të jetë në Kosovë. Dhe mendojmë pikërisht për këtë arsye, ka shumë faktorë edhe tek rinia, por edhe tek bizneset, edhe tek afarizmi, zhvillimi ekonomik kështu me radhë. Do të flasim specifikisht për disa nga këto çështje që i përmendët, por pse pikërisht në Partinë Demokratike, në listën e PDK-s? Mendoj që Partia Demokratike vetë fakti që është si gjenezë nga lindja e ushtrisë shqiptare apo ka lindë dhe Partia Demokratike, që paraprakisht e ka pas ushtrisë shqiptare, paraprakisht e kemi pas liderin tonë Hashim Thaçi si lider politik i ushtrisë shqiptare dhe heq si ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo më jep me kuptu mu personalisht që e vetmja parti ku në gjindem programet e Partisë Demokratike, vizioni Partisë Demokratike dhe këto janë ato që më kanë shty që nga fillimit jam anëtar i partisë, por në kohën e fundit edhe kandidat për deputet, isha në herën e kaluar, por do të garoj prapë. Mirë, herën e kaluar për pak vota nuk u bët deputet apo? Po, kam fjalën për zgjedhjet e 9 shkurtit prapë të viti, dikon rreth 17.000 ose mbi 17.000 vota kam pas, mirë po rezultoi që nuk mundem të futem në parlament, nuk pat qeverisje tash aktuale, por është asesoj politika momentale që tash ministrat vetor veç besoj Partia Demokratike ose çvendin dhe jam prapë në garë që besojmë shumë në vizion, në program tonin dhe do të jemi në qeverisje. Dhe do të ndaleshim tek pika e programit të PDK-s për zhvillimin ekonomik, pasi që një as ekonomist, por edhe vetë kandidati për kryeministër i PDK-s, kryetari i PDK-s, Bedri Hamza është i fushës së ekonomisë. Cilat janë ato specifikat kryesore që synoni ta zhvillojnë ekonominë e vendit? Patjetër që kandidati ynë, kryetari i partisë edhe kandidati për kryeministër është personi i duhur për ekonominë e Kosovës, është i dëshmuar në të gjitha sferat ku ai ka qenë, në të gjitha fushat ku ai ka qenë në realitet, edhe si ministri i financave, edhe si guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, është dëshmuar që fjala e tij është bërë dhe vepër. Është kjo si pikë, mirë po është pika ky që ku si ekonomist, si vizionar për zhvillimin e vendit, për zhvillimin e bizneseve, ekonomisë Kosovës, përmes zhvillimit, përmes programit të Bedri Hamzës, ku ai e ka hartuar një program të jashtëzakonshëm, unë e gjej veten ato si afarist, por në lidhja e jonë prapë po them Mërgat, Kosovë, Evropë, kjo është ajo që ne synojmë. Dhe cilat janë ato nismat kryesore që do të ndërmarrin në kuvend nëse do të jeni deputet i ardhshëm i kuvendit të Kosovës? Ka shumë pika, mirë po ndoj veçoj disa. Në radhë parë, mendoj që identifikimi i afaristëve të Kosovës të cilët kanë nevojë për subvencionime të ndryshme, për ato që i garantojnë edhe tregun evropian. Duhet të ndrohen ose të lehtësohen politikat për afaristët, për investimet ose investimet strategjike në këtë rast prej afaristëve gjerman apo edhe kosovar që janë me një background, janë me një të kaluar të suksesshme në Gjermani apo në shtetet evropiane. Byrokratit ose politikat byrokratike të i lehtësojmë për Mërgatën, po e marrë vetëm një shembull që është pikëkyçe në programin tonë dhe pikëkyçe për afaristët e Kosovës për landën e parë si shembull që mos paguhen të vëshet në për doganat të investohet paraprakisht, por të lehtësohet dhe pas rezultimit ose pas futjes landës parë, pas produktit final në shitje, atëherë është një lehtësim për afaristët e Kosovës.
Ju, me që keni jetuar në Gjermani, keni pasur kontaktet vazhdueshme edhe me afarist Gjerman, keni sjell ndonjë në Kosovë dhe cilat janë ato pengesat kryesore që ndoshta heziton një biznes i madh i shtetit të Gjermanisë, por edhe shteteve tjera ndoshta që të vitë të investojnë në Kosovë? Po, ne kemi për fat mirë tash e sa dekada jemi në mërgat, do të thonë ka shumë afarist tonë të cilët jemi në lidhje ose kemi raporte të shkëlqyeshme me bizneset gjermane, kryesisht me prodhues gjerman, që neve na intereson të sjellim sa më shumë prodhues në Kosovë. Prodhues në Kosovë ose afaristët gjermanë, kompani gjermane të mëdha të cilat vinë në Kosovë, të ju ngrisim, të ju ndihmojmë ose bëjmë infrastrukturën që ata të kanë më të lehtë. Ku e thash paraprakisht, rregullimi apo infrastruktura politike, birokratike të kemi më të lehtë, garancionet shtetënore, jo vetëm individuale. Nuk mundemi ne për shembull si person, ne mundemi një afarist, po e tham të vogël apo të mesëm, të bindim të vjen në Kosovë, mirë po politikat shtetënore, ku ne kemi çështje tek afarist gjerman, tek kompanitë të mëdha, tek prodhues të mëdhenj të Gjermanisë, atëherë ne duhet më shku si shtet, po jo si individ. Mendoj që si individ mbetet pak dhe kjo është për me ndëlidh me shtetin. Ka potencial të jashtëzakonshëm, për shkak, po e tham edhe një herë, se Mërgata është në një pozicion krejt tjetër, jo vetëm krahpune, por jem në vendimarrje të kompanive më prestigjioze, po e quaj të kompanive më të mëdha, dhe kjo na ndihmon neve që vërtet kompanitë gjermane apo të Evropës të bindim me politikat fiskale, me politikat dhe byrokratitë tona që ata të vinë në Kosovë të investojnë. Pra ju vlerësoni që bizneset në Kosovë kanë potencial për të bashkëpunuar me ato gjermane dhe për të sjellë investime të huaja në vendin tonë për të krijuar vende pune? Po, për atë sa unë kam mundë të vizitoj bizneset e Kosovës, kemi një potencial të jashtëzakonshëm. Unë mendoj personalisht që Kosova ka potencialin në rand parë, potencialin njerëzor. Kemi potencialin e vizionit, ka një vizion të jashtëzakonshëm atë sa unë kam mundë me kuptu përmes bizneseve, dhe tash duhet të ndërlidhet edhe përvoja e Mërgatës apo ato që ne kemi arritur në Mërgatë të ngrisim si biznese. Potenciali është jashtëzakonshëm, mirë po çka unë e veçoj, interesi i kompanive gjermane, i prodhuesve gjerman është aq i madh të jenë bashkëpronarët e kompanive, ku unë synoj dhe ne synojmë që pronarët nga Evropa, kryesisht Gjermanisë, të jenë bashkëpronarët e kompanive të Kosovës, ku ne në formën tjetër e kemi të garantuar shitjen. I bie që ne vetëm të prodhojmë në Kosovë, të ndalemi fuqinë punëtore, klasën punëtore dhe të gjithë njerëzit tanë, rinin tanë të ndalemi në Kosovë. Paralel kësaj na ndërlidhje zinxhirore që kemi venda pune, kemi një pagë të dinjitetshme dhe kemi një zhvillim ekonomik të jashtëzakonshëm ku ndërlidhen të gjitha fushat si shëndetësia, arsimi, siguria kështu me radhë. Thashë më herët që diaspora vazhdimisht ka ndihmuar përmes remitancave në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Megjithatë, shohim që ata kur vendosin për të investuar, kryesisht blejnë patundshmëri dhe nuk shohin ndonjë vizion tjetër për të ndërmarrë hapa në krijimin e bizneseve që janë prodhuese, cilat do të qarkullonin pastaj mjetet brenda Kosovës dhe do të krijonin vende të reja të punës në vendin tonë. Po mas e vërtet, e po të cut më herët që Mërgata ka qenë dhe mbetet një aset i veçantë për Kosovën. Ne kemi ndihmu Kosovën rregullisht si Mërgatë, qysh prej gjeneratës të parë të viteve 70-ta, kemi ndihmu financiarisht, kemi ndihmu prapë Kosovën sot vend yni me resurse njerëzore, me edhe gjatë luftës, po pas luftës, dhe mendoj që nuk duhet Mërgata të mbetet vetëm si remitancë, apo të shihet si remitancë dhe të vijet të investoj në imobilje, në këtë rast në banim, po, ka hapësi në mundësi, për nëse ne me programin tonë të Partisë Demokratike dhe nëse ne kemi qasje tek afaristët tonë, përmes konsulatave tona, përmes ambasadave tona, që ne të i mbajmë seminaret të ndryshme ku ofrojmë mundësi në Kosovë, që investimet të kalojnë edhe në fushat e prodhimit. Atëherë është shumë e mundur, për shkak se kontaktet tona, raportet tona, vizioni që është kriju bashkarisht me afaristët në Gjermani dhe Evropë, ka dhënë dhe ka rezultuar me kuptu që po kemi mundësin, jemi të gatshëm, vetëm duhet të ketë siguri dhe një infrastrukturë ligjore, politike dhe byrokratike të gatshme për investimin në Kosovë. Dhe cilit janë ata sektorët kryesorë që sipas jush mund të tërheqin kapital serioz nga diaspora? Kem për shembull industrinë e makinerisë, në industrinë e automjetëve, ku ne jem të gatshëm ose afaristët tanë, të cilët punojnë dhe prodhojnë ose punojnë këtë rast për kompani të ndryshme në Evropë, pse mos të jenë në Kosovë.
po i quaj kushtimisht mini fabrikat të cilat kanë 80 apo 100 punëtorë dhe punojnë në Evropë, në shtetet përreth Gjermanisë. Atëherë ne jemi ata të cilat do i tërheqim dhe do i bim përmes, po e them prap, infrastrukturës ligjore, birokratike të vinë në Kosovë, t'ja mundsojmë që në Kosovë të bëhet prodhimi dhe nga Kosova të eksportohet në vendet evropiane apo kryesisht në fabrikat ku kemi bëjmë industrinë e makinerisë. Investimet të tilla kemi parë në vendet e rajonit, por jo në Kosovë. Pse? Mendoj që kohën e fundit ka shumë faktorë. Është mos siguri në Kosovë. Kemë ose hasim në diskutimet tona me afaresët gjerman ose me ata të cilët janë në Evropë, kryesisht ku ne kemi rrjetin e zëruar në Evropë, është një mos siguri. Tash pika kyçe dhe kryesore kuptohet që nëse vinë afaresët në Kosovë do të jetë para siguria dhe dyta një strategji ose një business plan i cili neve vërtet na jep me kuptu ose afaresët që investojnë në Kosovë, një siguri minimale 15-20 vjeçare. Nuk mundemi ne të tërheqim afaresët në Kosovë, po e marrim si shembull vetëm faturën e energjisë elektrike e cila e rrit një kosto të jashtëzakonshme për çdo prodhim në Kosovë. Dhe për momentin, për fat të mirë, ne kemi arritur që gjatë vitit 2025 të i sjellim dy investorë, njërin gjerman dhe njërin kosovar i lindur si kosovar dhe i rritur në Gjermani, por prodhon në Kosovë, dhe kjo më jep me kuptuar që kemi një mundësi dhe kemi një potencial të jashtëzakonshëm. Sa kanë ndikuar negativisht këto zhvillimet që kanë qenë viteve të fundit në veri, por edhe tërzgjatja e bisedimeve me Serbinë, duke parë ndoshta vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm Kosovën ende si shtet të sigurt për investime? Te kjo pjesë, komuniteti i biznesit të Evropës e kryesisht në Gjermani është vërtet i informuar dhe ata e shohin Kosovën si shtet që është ende në konflikt dhe në luftë me Serbinë. Ne kemi konfliktin me Serbinë, mirë po në mendoj fusha e biznesit dhe zhvillimit ekonomik duhet të trajtohet krejt ndryshe, për shkak se nëse kemi fabrika të llojit të ndryshëm në Kosovë me potencial nga Gjermania, nga gjithë Evropa, atëherë i bie që ne definitivisht jemi ata në rangun e parë ku e kupton edhe shteti Gjermania po edhe Evropa që ne nuk jemi në luftë. Neve na duhet me shpenzu shumë kohë, diskutime të gjata, me orë të tëra, me afaresë gjerman, prodhues gjerman, të cilët në takimet tona e kanë se shqetësim sigurinë e vendit. Kuptohet që për neve është e qartë që Kosova nuk do të ketë luftë kurrë, përderisa kemi miqtan mbrana vetes, përderisa kemi Amerikën si partner kyç dhe definues për shtetin tonë, i bie që nuk ka luftë, por është për me bind një gjerman apo një investor të huaj, vërtet duhet shumë energji. Këtë mendoj që duhet të bëjmë përmes politikës dhe pikërisht është edhe një pikë kyçe ku unë mendoj që përmes politikës e ka më të lehtë të i qasem edhe afarisët gjerman, të i qasem edhe shteteve përreth në Gjermani ku ka potencial të jashtëzakonshëm. Derisa po flasim për mundësinë e investimeve në Kosovë, pra në mesin e diasporës ka shumë ekspert të fushave të ndryshme, por edhe ata të ekonomistë, cilët sidomos të gjeneratat e reja që kanë studiuar në universitete prestigjioze të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe në SBA dhe jo vetëm. Realisht, çfarë duhet bërë që këto kuadro, të cilat do të kishin një ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik të vendit, t'i sjellim në Kosovë? Dhe sa është bërë deri më tani në këtë aspekt? Unë mendoj që nuk është bë sa duhet për të sjell potencialin e rinisë tonë, e trurit tonë po e quaj në Kosovë. Ne kemi një rini të shkëlqyeshme, një potencial të jashtëzakonshëm, një rini e cila ka vërtet një vizion të qartë. Dhe këtë e kam thënë disa herë po e ripërsëris që ne duhet të ashtyjmë rinin tonë që është e lindur dhe rritur në shtetet e perëndimit, të e fuqizojmë në vendin nga ata vinë, për shkak se ata duhet të arrijnë në vendet vendimarrëse. Dhe kur jemi në vendin vendimarrës në shtetin nga ata vinë, atëherë kemi më të lehtë që trurin e tyre ta kthejmë në Kosovë, përvojën e tyre, neve na mjafton përvoja. Fizikisht mendoj unë që rinia jonë janë të paktë ata të cilët kanë me u kthy me jetu në Kosovë dhe duke marrë parasysh këtë pjesë, këtë fenomen, ndërlidhja e biznesit ose zhvillimit të bizneseve gjermane me Kosovën apo Kosovë prap eksportin në Gjermani ose në Evropë, i bie që ne e kemi rinin, po e quaj kushtimisht në kontroll. Ata punojnë për vendin tonë, ata dojnë vendin tonë, nga shpërjardhja e prindërve tyre, që mos të harrohet Kosova, mos lihet anash Kosova. Përderisa e kemi këtë rini, këtë potencial të zhvillimit mbrana vetes, të sjellim trurin e Kosovës, mendoj që është bo pak.
por duhet bëhet më shumë. Kjo kuptohet që duhet të bëhet përmes Ministrisë të Kosovës, përmes politikës Kosovës, të Ministrinë e Kulturës dhe të Arsimit, apo edhe të zhvillimeve ekonomike. Pra, nuk mjafton vetëm inkurajimi familjar. Është e minimalja, kisha me thonë, nuk mjafton për shkak se është individuale. Ka shumë njerëz siguron, por prapë mbetet individuale dhe është për shtetin e Kosovës, për zhvillimin e Kosovës, vendeve punës, ndaljen e ikjes të rive nga Kosova është e vogël, është minimale. Duhet të bëhet diçka në rrugën politike dhe ligjore. Mirë, duhet të ndalemi edhe të një çështje tjetër, është fondacioni bursave Leotrim Ahmeti, që është themeluar në Gjermani nga ju para disa ditëve. A mund të na thoni më shumë për këtë mision? Po, si që pëtëncuva më herët, unë kam qenë në garë në shkurt 25 si kandidat për në radhë të Partisë Demokratike dhe atëherë ka lindë si ide po e quj, ku unë jam falënderues familjes Ahmeti, nanës e Leotrimit, që ma kanë mundësu të hapë një fondacion në emrin e Leotrim Ahmeti. Qëllimi i fondacionit ka qenë dhe mbetet që student nxënës e shkollave të Kosovës të përfitojnë përmes Leotrim Ahmetit. Krahas përfitime financiare dhe ndihmës që përfitojnë për shkollimin e tyre, Leotrimi mbetet në histori. Leotrimi mbetet i gjallë dhe shumë leotrimat Kosovës janë mbi 1300 fëmijë të vrarë në Kosovë. Kjo është ka qenë ideja. Këtu është qëllimi që vërtet ne jetin dhe lidhim nxënësit e Kosovës me fondin ku krahas kësajna pas përfundimit të shkollës mesme në fakultet atëherë ke mundësinë edhe për me i marrë në punën sezonale, ku ne tash e 15 vite veç e bëjmë punën sezonale për student, gjatë pushime verore që kanë të mundur në Gjermani apo në Shtetet e Evropës të vetë financohen dhe të ndihmojnë familjes. Dhe tashmë kanë më lehtë për të lëvizur edhe për shkak të liberalizimit të vizave? E vërtet, për shkak të liberalizimit të vizave është më lehtë për neve si kompani që t'i marrim student, po është edhe për vetë studentin më lehtë. Ne jemi kujdes dhe përkujdesim për studentët që vërtet t'i udhëzojmë një vend pune, por edhe t'i i përcjellim derisa ta kthejmë prapë në Kosovë. Vitet e kaluara ka rezultuar që njerëzit të cilët kanë kaluar ose studentët të cilët kanë kaluar përmes kompanive tona apo edhe të partnerëve tonë, ka rezultuar që një pjesë e madhe ose mbi 80% e tyre kanë mbetur në Kosovë. Dhe kjo është që mu më ka bërë me kuptu edhe më ka shtyr çdo herë që sa më shumë student të sjellim në punë sezonale, aq më shumë kemi rinin në vendin tonë. Aq më shumë kanë me kuptu që po, është vërtet që ata financiarisht ndoshta shpërblehen, por unë e vlerësoj më shumë përvojën që ata përfitojnë gjatë 2-3 vite kur punojnë punë sezonale. Fitohet një përvojë jashtëzakonshme, fitohet një kulturë punës dhe ata mbesin në Kosovë. Dhe përmes këtij fondacioni do të ketë mundësi ndonjë student që kryen ndonjë semestër në ndonjë universitet në Gjermani? Po, është e mundur. Këtë kemi ndëlidhë dhe do e bëjmë shumë shpejt publike për shkak se ndëlidhet edhe me kompanitë të cilat ne pretendojmë të sjellim në Kosovë. Njëra nga kompanitë ose investorët e Kosovë tash jashtë në Kosovë, ne kemi me atë një marrëveshje që studentët tanë të mbarojnë shkollimin në Kosovë ose në Gjermani, por krahas kësaj edhe të punojnë në fabrikat ku ata i posedojnë në Gjermani dhe të kthejmë potencialin e dijes prapë në Kosovë. Është e mundur dhe ne i përcjellim ata. Mirë, do të flasim edhe për një angazhim tuaj, pra së fundmi keni marrë pjesë edhe në organizimin e protestave në mbrojtje të ish luftëtarëve turqës të cilët po gjykohen në Hagë. Një tillë do të bëhet nesër në kryeqytetin e Maqedonisë në Shkup. Si keni parë këto protesta në mbrojtje të ish komandantëve të UÇK-s? Këto protesta janë më së duhura. Është protesta e 5 nesër që ndodh në Shkup. Po, ne jemi mundu si Mërgat të organizohemi atë që kemi pas mundësi, unë me kolegët e mi dhe me gjithë stafin që kemi pas për rreth, kemi organizu, por ne jemi do të thotë ne ndër organizatorët, mundem me qujtë kushtimisht një organizatori vogël që nga Republika Bajen, ku në jetoj, kemi organizu po shumë protestus, të cilët pajtojnë me neve dhe me gjithë popullin e Kosovës që është një gjykat e padrejtë. Është sfida e fundit për presidentin Hashim Thaçi, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe kolegët e tyre, që vërtet një sfidë e cila neve na ka kushtuar. Dhe unë mendoj personalisht që liria Kosovës gëzohet ose e shijojmë vetëm kur i kem ata liderët tanë me isin tonë, i kanë familjet e tyre, dhe atëherë ne mundem me shiju
pavarësinë e shtetit tonë, lirinë e shtetit tonë dhe të gjitha këto gjëra që i kemi para vetës me gëzu ashtu siç i ka hijen e shtetit. Dhe tashmë ky proces po shkon drejt fundit, pritet që në fillim të vitit të ardhshëm të merret vendimi në shkallën e parë, jeni optimist se do të lirohen? Ne jemi optimist për shkak se besojmë në atë çka ushtria lirimtare ka vepruar, besojmë në drejtsinë e ushtrisë lirimtare, besojmë në vizionin e tyre që kanë pas edhe në luftë po edhe në politikë. Ne dim që ka degradu, do të thotë gjykata nuk është një gjykatë e luftës, por është një gjykatë politike, e cila na ka kushtuar po them prap neve si Kosovë, dhe në vitin e ardhshëm, në fillim të vitit të ardhshëm shpresojmë, besojmë që ata burra të i kemi mesin tonë që i presim e gjithë Kosova, e gjithë Shqiptaria. Si keni parë dëshmitarët e mbrojtjes këta të fundit ish krahët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që dëshmuan në mbrojtje të ish krahëve të UÇK-s? Te kjo pjesë, u thash paraprakisht, është një gjykatë politike. Nëse ne analizojmë dhe bëjmë një analizë shumë thjeshtë, nëse kishin me qenë dëshmitarët paraprakisht të ftuarit, miqtanë, të cilët kanë qenë partnerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si dëshmitarë paraprak, atëherë nuk kishim rezultuar që gjykata është kot. Por me që ka qenë politike dhe është kthyer në gjykatë politike, është luajtur kjo lojë që vërtet kemi pas dëshmitar prej më të ndryshmeve, ka degraduar komplet si gjykatë. Integriteti i gjykatës për mendimin tim është në zero, por duhet të vinë miqtan nga Amerika, nga gjithë bota të dëshmojnë realitetin dhe të vërtetën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shpresojmë dhe prapë besojmë në drejtësi, besojmë në atë që ushtria lirimtare e ka pas synim dhe vizion, ku e ka arrit që shtetin serb njëherë për gjithmonë të largoj. Historia e Kosovës nuk fshihet. Sakrifica e ushtrisë lirimtare nuk zhbehet. Kjo është e kodë dhe ne këtë e mbrojmë. E mbron Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjithë të burgosit politik ujquj që janë në Hagë. Mirë, jemi krejtësisht në fund të kësaj bisede, do doja që t'ju pyesja edhe për atmosferën para këtyre zgjedhjeve, pra është hera e tretë që qytetarët do të dalin në zgjedhjet e dhjetorit, ishin zgjedhjet e shkurtit, pastaj zgjedhjet komunale, balotazhi dhe edhe këto zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ka disponim të qytetarëve, të votuesve për të dalë në bazë asaj çfarë ju po shihni gjatë takimeve që keni? Po, ka një disponim të jashtëzakonshëm, ose mundem me thënë një disponim më pozitiv dhe më shumë se në zgjedhjet e kaluara nacionale që kemi pasur në anë shkurt. Nëse qytetari është i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm të e kuptojë saktësisht çka ka ndodhur në këtë periudhën nga shkurti deri më sot, ose deri më 28 dhjetor, nuk duhet shumë të politizohet, nuk duhet shumë të ketë mendimet, ose do të ketë në këtë rast mendimet të qarta, ku duhet të kërkoj qytetarit të drejtën e tij, kanë duhet të votoj, kush ka program për Kosovën, për zhvillimin e Kosovës në të gjitha fushat dhe sferat, dhe atëherë i bie që e tham kështu haptas që Partia Demokratike edhe herën e kaluar me nënshkurt shkurt, programin e ka pas të shkëlqyeshëm, listën e ka pas të shkëlqyeshme, të njëjtën e ka prap. Programi i Partisë Demokratike është ai i cili vërtet dhe vizioni Betri Hamzës me listën e tij të përpiluar me saktësi maksimale, i bie që Kosovën e nxjerr nga ky hendek, i bie që Kosova të kthehet prapë në fushën e zhvillimit, në fushën e sigurisë dhe të partneritetit me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. A do të jetë PDK-ja në qeverisin e ardhshme nëse nuk do del e para? Nëse nuk do del e para, unë mendoj që Partia Demokratike dhe programi i Betri Hamzës është fut në garë për të qenë e para. Dhe ne nuk mendojmë që jemi të dytë, por mendojmë që kur të futemi në garë, futemi të jemi të parë. Kështu është vizioni ynë, kështu është programi ynë, këtë ja kemi ofruar qytetarit dhe unë e di që ne kemi dalë të partë. Të paktën ne nuk hym në garë për me qenë të dytit, po jemi të partë. Dhe a keni vijat kuqe për ndonjë parti politike? Sa i përket vijave të kuqe, është deklaruar zotri Hamza që ne do të jemi të hapur, mirë po nuk do të thotë që do bëjmë koalicion me atë çka e dëmton Kosovën. Mirë, krejtësisht në fund, çfarë mesazhi keni për trin, me që vini nga diaspora? Shumë trin nuk e shohin ndoshta perspektiven e tyre në Kosovë dhe synojnë që të ardhmen e tyre ta shohin në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Cili është mesazhi juaj për këtë? Mesazhi për rinin e Kosovës është që të vërtet, po i tham tash nga mosha 18 vjeçare, ata të cilët e kanë të drejtën e votës, të jenë
shumë të kujdesshëm të ndigjojmë programet e partive politike, që ka ju ofron partia politike dhe me një zhvillim, një potencial zhvillimit në Kosovë. Ne dim që në programin tonë të Betri Hamzës të Partisë Demokratike është një fondacion, ose në këtë rast më falë një fondacion, quhet një buxhet i ndomë 30 milion euro për studentët e Kosovës. Dhe si pas të gjitha statistikave që ky 30 milion euro ndihmon nxënësit e Kosovës, nënkupton edhe zhvillimin ekonomik, nënkupton edhe sjellin potencialin e mërgatës të sjellin përmes investimeve tona, përmes afarisëve dhe mërgata, rinia ka më mbetë në Kosovë. Do të thotë rinia e Kosovës mbetet në Kosovë. Mesazhi jemi i qartë të punojmë për vendin tonë. Mos të presim vetëm nga shteti, por bashkarisht të konsiderojmë çdo hapësinë e Kosovës, është pronë e jona. Është edhe territorët jashtë, po dhe ndërtesat që e posedon Republika e Kosovës, shteti i Kosovës. Jemi pronar të gjithave. Çdo qytetar i Kosovës ka pronësi në çdo objekt të shtetit, në pronësi të shtetit. Kështu që ne duhet të harujmë, duhet ta zhvillojmë. Dhe kjo është një mesazh që bashkarisht, bashkë përpara mundemi të zhvillojmë Kosovën. Zotin Ziri, të falenderoj shumë që ishte sot në emisionin se ndroj për drejt radio televizionin nëse një kënaqësi. Bisedua me Isak Nezirin, afarist nga diaspora dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në Kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Një blok i shkurtër marketingu, ason pastaj materialet tjera. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë hedhur poshtë kërkesën e shepërorit të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Haxhi Shala, për modifikimin ose uljen e dënimit me 3 vjet burgim. Në një njoftim për media, gjykata speciale tha se kryetaria e saj, Ekaterina Trëndafilova, vendosi më 11 dhjetor se dënimi i Haxhi Shalës nuk do të ulët apo të modifikohet pas vuajtjes së 2/3 të dënimit të tij. Shala u dënua me 3 vjet burgim në shkurt të këtij viti, si dhe me gjop prej 400 eurosh, pasi paraprakisht e kishte pranuar fajsin për pengim të drejtësisë. Ati i u mohua modifikimi apo ulja e dënimit pasi Trëndafilova, pas konsultimit me gjykatësit e paneleve që kishin shqiptuar dënimin, erdhi në përfundim se Shala nuk ishte shprehur keqardhje për krimin. Trëndafilova do ta shqyrtoj modifikimin e mundshëm të dënimit të Shalës në shkurt, sipas njoftimit. Shala është mbajtur në burgun e qytetit holandez nga 11 dhjetori 2023, që nënkupton se ati kanë mbetur vetëm edhe 1 vit nga vuajtja e plot e dënimit prej 3 vjetësh. Shala ishte dënuar së bashku me 2 të tjerë, Sabit Januzin dhe Ismet Batjarin, ndaj të cilëve prokurorët e gjykatës speciale kishin akt akuz për pengim të drejtësisë. Batjari dhe Januzi u dënuan me nga 2 vjet burgim. Që të 3 kishin arritur marrëveshjen me prokurorët për pranimin e fajësisë. Akt akuza e konfirmuar për 3 të akuzuarit më 10 korrik të vitit 2023, thot se në periudhën midis 5 dhe 12 prillit 2023, Haxhi Shala bashkë me Sabit Januzin dhe Ismet Batjarin kontaktuan një dëshmitar. Më saktësisht, sipas akt akuzës, Ismet Batjari i bëri një vizitë dëshmitarit në shtëpinë e tij më 5 prill, ndërsa Sabit Januzi bëri një vizitë më 12 prill. Tutje në akt akuzë thuhet se dëshmitarit i u kërkua tërheqja e dëshmisë dhe i u ofruan benefite në këmbim. Vepra në grup, sipas prokurorisë, u krye nën direktivën e Haxhi Shalës. Sindikata e re e Kekut ka mbajtur sot një protestë para zyrave të Korporatës Energjetike të Kosovës në Prishtinë. Kryetari i sindikatës Nexhat Lumnica theksoi se protesta është organizuar për të kërkuar rritje pagash dhe pagën e 13 për punëtorët e Kekut. Kryetari i sindikatës së re KEK, Nexhat Lumnica, thot se punëtorët e Kekut e meritojnë pagën e 13, sepse prej kohësh kanë kërkuar rritje pagash, por nuk kanë marrë asgjë. Në sektorin publik ka pasur rritje pagash, ndërsa për punëtorët e Kekut jo, dhe kjo sipas tij është e padrejtë dhe e turpshme.
Raif Plana, punëtori Kekut, tha se kushtet e punës janë aq të këqija sa i krahasoj me kushtet e të burgosurve. Rroga që marrin tha se është vetëm për mbijetesë, asgjë më shumë. Kosova O tha se me rritjen e inflacionit, pagat e tyre nuk po mjaftojnë, ndaj kërkesa e tyre është vetëm pagesa e drejtë për punën dhe djersën që japin. Sipas sindikatës, punëtorët po përballen me kushte të rënda pune dhe paga që mjaftojnë vetëm për ekzistencë, ndërsa rritja e inflacionit dhe çmimit të energjisë i ka përkeqësuar edhe më shumë mundësitë e tyre ekonomike. Numri ankesave që janë deponuar në organin shqyrtues të prokurimit në raportin me aktivitetet që janë iniciuar ka shënuar rritje. Vetëm deri më 11 dhjetor të këtij viti në këtë institucion janë deponuar mbi 1160 ankesa, ndërsa përbërja e paplotësuar e bordit të OSHP-s, si dhe numri i vogël i ekspertëve konsiderohet si problematika për organin shqyrtues të prokurimit. Këto dhëna u nxorën nga raporti Pavarësia dhe efektiviteti i OSHP-s ndërmjet zbatimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit i publikuar nga Iniciativa për Progres në kuadër të javës kundër korrupsionit 2025. Hulumtuesi në iniciativën për progres Arbër Kabashi tha se organi shqyrtues i prokurimit thot se 1 në 7 aktivitetet të prokurimit të iniciuara gjatë vitit 2025 kanë përfunduar me ankimim në OSHP. Shembull, në vitin 2024, 10.9% e të gjitha aktiviteteve që janë iniciuar gjatë komplet vitit 2024 për to ka pas ankesë në OSHP. Dërsa në vitin 2025 ka një rritje 13.7% në aktiviteteve të iniciuar nga të gjitha autoritetet kontraktuese kanë përfunduar me ankemim pranë organit shqyrtues të prokurimit. Që do të thotë se ne në 7 aktivitetet të prokurimit të iniciuara gjatë vitit 2025 kanë përfunduar me ankemim në organin shqyrtues të prokurimit. Gjatë prezantimit të raportit, Kabashi theksoi se edhe numri i vogël i ekspertëve e zvoglon efikasitetin e OSHP-s. Ne në bazë të analizës që e kemi bën, duke pas parasysh numrin e ankesave që janë deponuar në OSHP, pra rezulton që një ekspert, pra gjithsej 1219 landë, gjithë një ankesë i duhen parafërsisht 10 ditë, duke pas parasysh numrin e madh landëve, ne me 16 ekspert e shohim pothuajse të pamundur me pas një efikasitet të lartë për organit shqyrtues të prokurimit, sepse numri i ankesave është i madh, ndërsa numri i ekspertëve shqyrtues si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm është i vogël. Një tjetër problematik që po e përcjell organin shqyrtues të prokurimit nga Iniciativa për Progres është edhe mos plotësimi i anëtarëve të bordit të OSHP-s, ndërsa u potencua se shkalla e kontestimit në prokurim mbetet e lartë dhe në rritje. Problem tjetër që është duke u paraqit për të tretin vit me radhë përbërja e paplotësuar e bordit, siç e dim, bordi aktualisht funksionon me 4 anëtar, një anëtar tjetër nuk ka arrit apo nuk ka pas iniciativë për kuvendit apo edhe për qeverisë për me u zgjedh gjatë vitit 2024 për asë gjatë vitit 2025. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të organit shqyrtues të prokurimit, Isa Hasani, tha se vonesat në vendimarrje janë problem tjetër me të cilat po ballafaqohet ky organ. Është fakt se një problem, me thonë, jashtëzakonisht i rëndë që nuk përmujmë të zgjidhme që po përsëritet në vazhdimësi, si që tha është çështja e vonesave në vendimarrje. Kur u bë ky ligj i prokurimit po mlek 450 ankesa i ka pasur SHP-ja. 450 ankesa. Sot i ka 1290. Para mendoni sa u rrit numri ankesave, nuk ka ndryshuar kur gjë në përbërjen e anëtarëve të bordit. Edhe zgjidhja është vetëm rritja e numrit të bordit. Unë si OSHP-s, zgjidhjen e shot këtij problemi vetëm me rritjen e numrit të anëtarëve të bordit. Kjo do të thonë kish më qenë çelësi i parë. Kjo kërkon edhe çështja e arbrit, kërkon edhe
ndryshime ligjore. Gjatë kësaj jave, koalicioni i organizatave të shoqërisë civile ka organizuar javën kundër korrupsionit 2025 me moton Bashk kundër korrupsionit. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që ishit me ne, mirupafshim.